Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së ballokumeve, meqense edhe pak ditë na ndaj nga dita e verës. Me këtë metodë që do të shikoni në video, do i përgatisni ballokumet shumë kollaj dhe në fund fare do dalin shumë të mira. Ballokumet shkrihen dhe treten në gojë. Unë më sugjeroj që ta provoni këtë recetë, pasi me të vërtetë që ja vlen dhe në fund fare do të përftoni ballokume më të mira dhe nga ato që ju i blini. Le të nisim me recetën. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam përdorur 200 gram gjalp, të cilin e kam në temperaturë ambienti. Pra nuk është gjalp i shkrirë, por është gjalp të cilin e kam lënë për disa minuta jashtë frigoriferit edhe më pas e kam përdorur. Gjithashtu kam përdorur edhe 250 gram sheqer pluhur. Në vend të sheqerit pluhur mund të përdorni edhe sheqer normal. Sheqerin dhe gjalpin i kam hedhur në robotin e kuzhinës. Nëse në shtëpinë tuaj keni një makineri të tillë, pra një mikser të madh kuzhine, mund ta përdorni fare lehtë për të përgatitur ballokume. Por nëse mikserin e keni të vogël, do t'ua sugjeroja që më mirë ta bënit me dorë procesin e përgatitjes së ballokumeve, sesa të përdorni atë mikserin e vogël. Pasi mikseri i madh, si ky që kam unë, nuk ka problem gjatë kohës që rrihet gjalpi me sheqerin. Por nëse përdorni një mikser të vogël, mikseri i vogël nuk ka fuqinë e duhur për të rrahur gjalpin me sheqerin ashtu siç duhet. Gjalpin dhe sheqerin do t'i rrahej me mikserin e kuzhinës. Në fillim, unë e kam hapur mikserin në shpejtësi mesatare, në mënyrë që gjalpi dhe sheqeri të bëheshin një masë e njëtrajtshme. Por në momentin që shikoni që i gjithë gjalpi e ka përthithur sheqerin, në këtë pikë do e hapi mikserin në shpejtësi të lartë për të rrahur gjalpin me sheqerin. Unë në total këtë proces, pra rrahjen e sheqerit me gjalpin, e kam bërë për 15 minuta. Megjithatë, kjo varet edhe nga mikseri që u përdorni në shtëpi. Por kjo nuk do të thotë që unë e kam rrahur për 15 minuta rresht pa pushim, por gjatë kohës që është rrahur gjalpi me sheqerin, her pas here e kam ndaluar punën, kam ndaluar mikserin dhe kam mbledhur anët e gjalpit. Siç e shikoni dhe në video, këtë e kam bërë në mënyrë që her pas here ta ndihmoj mikserin, në mënyrë që edhe procesi të bëhet më kollaj, por që edhe mikseri të mos prishet dhe të rrahi kot. Pasi do të shikoni që gjatë kohës që gjalpi rrihet me sheqerin, gjalpi do të përhapet në anët e enës, pra në pjesët anësore të mikserit, prandaj në këtë pikë kur e shikoni që i gjithë gjalpi është përhapur në pjesët anësore të mikserit, e ndaloni mikserin edhe me një spatull ose me një lugë ja mblidhni gjalpin dhe e vendosni sërish mikserin në punë. Këtë proces do ta përsërisim deri në fund. Pra në total, siç u thash, unë e kam rrahur gjalpin me sheqerin për rreth 15 minuta. Siç u thash edhe më parë, unë kam përdorur sheqer pluhur në vend sheqerit normal. Këtë e kam bërë pasi sheqeri pluhur në këtë rast e ndihmon shumë mikserin dhe ndihmon shumë procesin që të jetë shumë i thjeshtë dhe më i shpejtë. Pasi po të keni sheqer normal në këtë rast, do t'ju duhet më shumë punë dhe më shumë kohë që të arrini gjalpin me sheqerin, por nëse procesin e bëni me dorë, pra nuk keni mikser të tillë dhe do ju duhet që gjalpin dhe sheqerin të arrini me dorë, atëherë do ju duhet sheqer normal, pasi sheqeri normal, gjatë kohës që i arrini me dorë masën, e ndihmon shumë procesin e kthimit të gjalpit në një masë me shumë volum. Keni parasysh që gjalpi me sheqerin duhet të rrihen deri në atë pikë që masa e gjalpit të dyfishohet në masë, të fryhet në volum dhe të krijohet një masë e tillë që kur e shikoni e kuptoni dhe vetë që masa është bërë shumë kremoze dhe ka marrë një ngjyrë të zbardhur dhe është shumë e fryrë në volum në krahasim me masën që hodhëm në fillim. Në këtë pikë do të shtojmë vezët. Unë në total kam përdorur 4 vezë të vogla, por ju mund të përdorni 3 vezë me madhësi mesatare. Vezët do i hedhim një nga një dhe secilën nga vezët që do hedhim do e rrahim me gjalpin për të paktën 30-40 sekonda. Pra hedhim vezën e parë dhe e vendosim mikserin sërish në punë për ta rrahur me mikser derisa të shikoni që e gjithë masa e vezës është përthithur nga gjalpi.
Këtë proces do e përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë vezët. Në fund fare, kur shikoni që vezët kanë përfunduar dhe masa është bërë e tillë, pra në fund fare do të përftoni një masë akoma dhe me më shumë volum dhe më shumë kremoze, në këtë pikë e fikim mikserin dhe të gjithë procesin do e bëjmë me duar. Tani është koha që të hedhim mielin e mistrit. Unë në total kam përdorur diku te 450 gram miell mistri. Por megjithatë, sasia e miellit të mistrit varet shumë edhe nga madhësia e vezëve që u përdorni, por edhe nga cilësia e miellit që u keni. Mielli që unë kam është shumë i imët dhe për këtë arsye mua më është dashur që të përdor rreth 450 gram miell mistri. Por në varësi të miellit të mistrit dhe në varësi edhe të madhësisë së vezëve, ju do të përdorni miell mistri deri në atë pikë sa të shikoni që masa e brumit është e tillë që ju mund ta mlidhni me duar, por që është shumë e ngjitshme në përduar. Do ta shikoni edhe në fund se si do të duket masa e brumit. Miellin do ta shtojmë pjesë-pjesë. Pasi hedhim mielin, me një spatull e trazojmë të gjithë masën e vezëve dhe gjalpit. Në këtë pikë mund t'i shtoni edhe gjysmë filxhani me qumësht. Qumështi duhet që të jetë në temperaturë ambienti. E di që shumë prej jush do të pyesni se përse përdoret qumësht në këtë recetë, ndërkohë që receta origjinale përdor ujin e hirit. Duke qenë se unë jetoj jashtë dhe nuk kam mundësi që të gjej ujë hiri këtu ku jam, unë kam përdorur qumësht duke ju referuar edhe recetës së mikeshës sime Elonës. Pra ajo në vend të ujit të hirit përdor qumësht dhe me të vërtet që është një zgjidhje shumë e mirë. Pasi hedhim qumshtin edhe miellin e mistrit, do fillojmë ta trazojmë masën me spatull. Këtë proces do e bëjmë derisa të përfundojmë të gjithë miellin e mistrit. Në total duhen rreth 450 gram miell mistri, ose derisa të shikoni në fund fare që masa e brumit është e ngjitshme në përduar, por ju keni mundësi që me duar ta mblidhni brumin. Por nëse në fund fare shikoni që pasi keni përdorur 450 gram miell mistri, siç kam përdorur unë në këtë video, dhe vini re që akoma brumi është goxha i ngjitshëm dhe ju nuk keni mundësi që ta mblidhni me duar, edhe mendoni që do akoma dhe pak më shumë miell, atëherë ja shtoni sipas nevojës që ju duhet për të përftuar një brum të tillë. Kur brumin e keni gati, tani në një tepsi do të shtrojmë pak miell mistri ose mund të shtroni dhe një letër përpjekje. Dhe tani me duar do të marrim pjesë-pjesë nga brumi që përgatitëm dhe do t'i hedhim në tepsi. Do merrni nga masa e brumit, aq sa ju kap dora dhe i hidhni ashtu siç është në tepsi. Pra pa ju dhënë formë specifike, pasi do të shikoni që gjatë kohës që ballokumet piqen, ato do të marrin formën e tyre. Mundohuni që gjatë kohës që i vendosni në tepsi, të lini pak hapësirë nga njëra tjetra, pasi kur piqen, ato do të hapen dhe duan dhe më shumë hapësirë. Tani tepsin do e fusim në furrë që të piqet, në 200 gradë Celsius. Do ta lëm të piqet në këtë mënyrë për të paktën 15 minuta. Kur shikoni që ballokumet ka marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë sipër, shumë të lehtë, atëherë do ta ulëm nxehtësinë e furrës në 120 gradë Celsius dhe do ta lëm në këtë mënyrë edhe për 15 minuta të tjera. Pra në total do ju duhen përpjekjen e ballokumeve rreth 30 minuta. Por përpjekjen e ballokumeve dua t'ju them që unë i poqa në 200 gradë Celsius pasi unë kam një furrë që pjek shumë ngadalë. Nëse furra juaj është shumë e shpejtë, atëherë ballokumet mund t'i piqni në 180 gradë Celsius. Pasi kanë kaluar 30 minuta, mund t'i hiqni ballokumet nga furra. Do t'i lënë pa lëvizur nga tepsia për të paktën 2 ose 3 minuta, edhe më pas mund t'i lëvizni pa problem. Pasi hiqni tepsinë e parë nga furra, tani mund të piqni pjesën tjetër të ballokumeve. Procesin e bëni njësoj, thjesht e fusni tepsinë në furrë edhe i piqni. Nuk i gjen asnjë gjë, madje bëhen shumë të mira njësoj si tepsia e parë. Dhe në fund do të shikoni se sa të mira që janë ballokumet. Ato treten dhe shkërmoqen në duar. Janë shumë të mira, shumë të buta dhe me të vërtetë që kjo recetë ja vlen. Doja t'u thoja që gjatë kohës që vini re që ballokumet piqen në furrë, do të vini re që ballokumet në fillim, pra ajo forma e çrregullt që kishin në fillim, do të ndryshojë dhe do të marrë një formë të rregullt, formën e zakonshme që kanë zakonisht ballokumet. Kur e shikoni në këtë pikë, do mendoni që ballokumet tani janë shumë të holla, por me kalimin e minutave në furrë, do të shikoni që ballokumet do të fillojnë dhe do të fryhen, njësoj siç duhet të ndodhë me ballokumet.
Nëse ballokumet nuk ju fryen, atëherë do të thotë që nuk e keni realizuar siç duhet recetën. Unë shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kem thënë të gjitha detajet për përgatitjen e ballokumeve. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës dhe paçi sa më shumë mbarësi dhe begati në familjet tuaja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.